Mësmiri. Mirë, hoxha, Allah ju shpërbleft. Është pyetja radhës nga një teleshikues tjetër, i cili thotë: një natë isha duke shfletuar në internet për të kërkuar disa përgjigje dhe rash në një website, thot, ku flitej shumë për vehabizëm dhe kishte shumë terma fyes e rëndues rreth dietarit të madh Abdul Vehabit. Unë desha, thot, t'ju pyes juve se si qëndron puna me këto shkrime, a e kanë mirë ata apo çfarë duhet jetë në fakt qëndrimi për këto gjëra që shkruhen, duhet kontrolluar apo jo? Është e vërtet, posaçërisht në kohën bashkëkohore, që të jetë aktuale kohë pas kohe, madje edhe nëpër mediat tona, që të flitet rreth vehabizmit, rreth ekstremizmit e kështu me radhë me disa terme të këtilla, dhe me këto terme konsiderohen, do thot, një perceptim jo i drejtë i islamit, një perceptim, themi, do thot, shumë ekstrem i islamit, kuptimin, do thot, as strikt saqë përjashton, do thot, çdo anë e mendimit, do thot, ndryshe në lidhje me islamin dhe aspektet islame. Dhe kjo, do thot, perceptohet apo definohet si vehabizëm apo ekstremizëm e kështu me radhë. Fillimisht neve themi se vetë nëse e shohim esencën e kësaj fjale, kjo fjale rrjedh nga apo i atribuohet një dietari i cili ka jetuar praafërsisht në vitin 1111, do thot hijri, dhe ka qenë një prej dietarëve, sikurse dietarët e kohës së tij, mirë po është dalluar me një me qasjen e tij se ka qenë shumë aktiv në ndryshimin e disa botkuptimeve të gabuara në shoqërinë islame në cilën ai ka jetuar, do thotë ky ka jetuar, do thotë në Suidhesën arabe, dhe aty ka zhvilluar aktivitetin e tij ky dietari Muhammed ibn Abdul Wahhabi, dhe ka qenë prej atyre të cilët ka ringjall disa mësime islame të cilat kanë qenë të humbura apo të devijuara në atë kohë, dhe shohim se ka qenë shumë aktiv në këtë dhe ka arritur sukses. Mirë po njerëzit me kalimin e kohës, do thotë, dhe më vonë kanë filluar, do thotë, t'i atribojnë edhe disa aspekte të cilat nuk kanë qenë të drejta në lidhje me këtë dietar, sikurse akuza se ky ka qenë kundër shokëve apo nuk i ka dashur shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sahabët, apo nuk i ka respektu, pastaj akuza se nuk ka leju, do thot, me respektu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me e vlerësu atë ashtu siç meriton ai, apo akuza se gjoja ky dietar ka thirrë në shpikjen e një medhhebi të pestë, për arsye se neve dim se ekzistojnë 4 medhhebe, kurse medhhebi, do thot, nuk ka medhheb tjetër të pranuar, apo akuza tjetër se gjoja ky dietar ka thirrë, do thot, me i përshkru apo e ka përshkru qenjen e Zotit të plot fuqishëm nga aspekti fizik, do thot, i ka përshkru, do thot, apo e ka përngjasu qenjen e Zotit me krijesat e kështu me radh, disa akuza të cilat kanë qenë të vjetra për atë kohë. Mirë po tash në kohën bashkëkohore janë bashkangjit edhe disa akuza të reja, sikurse vehabizat krahas këtyne janë ata njerëz të cilët nuk pranojnë mendimin ndryshe, janë shumë radikal, janë musliman, do thotë, që nuk pranojnë, do thotë, asgjë tjetër vetëm se islamin, do thotë, nuk pranojnë fe tjera në kuptimin, do thotë, të jenë paqë me ta apo të jenë, do thotë, në raporte me ta e kështu me radhë, në një formë, do thotë, një paraqitje e devijuar të islamit dhe domthon disa atribute që nuk janë të qëndrueshme në asnjë formë. Kjo ndodh, do thotë, nga dy qarqe. Njëri qark është shumë i njohur, janë qarqe të cilat nuk ja dojnë të mirën islamit edhe muslimanëve, dhe me anë të këtyre termeve dhe me anë të këtyre manipulimeve me këto terminologji se vehabista, ekstremista, terrorista e kështu me radhë, dëshirojnë ti etiketojnë disa muslimanë të cilët dëshirojnë ta praktikojnë islamin në një formë më të mirë se sa që
është do thotë prezente sot në botën islame, për arsye se në përgjithësi muslimanët kanë ngjeshje, janë neglizhent, do thotë janë musliman me fjalë, mirë po e shohim do thotë në shumë praktika, do thotë i lajnë pas dore disa praktika islame, e disa prej muslimanëve dëshirojnë të ringjallin këto dhe dojnë do thotë të aplikojnë këto veprime islame, sikurse falja e namazit me xhamat, pastaj falja e namazeve me kohë, pastaj agjerimi i disa kohëve të jashtë Ramazanit, apo dhe lëshimi i mjekrës, praktikimi i disa syneteve e kështu me radhë, e këto veprime disa prej njerëzve u krijon do thotë jo kënaqësi apo jo pranim dhe fillojnë do thotë të etiketojnë se këto veprime janë ekstremizma dhe me këto forma do thotë po dalin nga ai islam me cilën ata janë mësuar, muslimanë të cilët pinë alkool, muslimanë të cilët nuk falin namazin, muslimanë që shajnë, muslimanë që ofendojnë, muslimanë do thotë që ndoshta lind edhe vdes edhe nuk ka pas në rastin apo nuk i ka bën një sejdë Zotit të Madhërisëm, janë mësuar me këto me këta musliman dhe çdo formë e praktikës së islamit që del do thotë nga kjo që janë mësuar ata, fillojnë do thotë të etiketojnë me etiketime të këtilla. Pra ky është çarku i parë apo grupi i parë i njerëzve që i etiketojnë disa musliman praktikant me vehabista apo vehabizëm e kështu me radhë. Ekziston edhe një grup i fatkeqësisht do thotë i atyre njerëzve që në fakt janë musliman, mirë po si rezultat i mosnjohjes qartë të këtij dietari se në çka ka thirr ky dietar dhe mos pasjes kontakt në librat në të cilat ky do thotë e shpalos thirrjen e tij dhe mësimet e tij, për arsye se ky dietar nuk është një dietar që nuk njihet, nuk është një dietar që ka jetuar shumë herët, do thotë ka 300 vite prafërsisht që ka vdekur dhe librat e tij janë të botuara sot në gjuhën arabe, është koleksioni i botimeve të tija dhe mund të lexosh do thotë për çdo çështje se çfarë ka thënë ai. Por fatkeqësisht shumë prej njerëzve larg nga këto njohuri do thotë pretendojnë disa akuza që në të kaluarën janë bë këtij dietari dhe këtyre njerëzve i vazhdojnë përhapjen apo vazhdojnë do thotë përcjelljen e këtyre akuzave duke mos u fut do thotë në vërtetimin e tyre se sa janë të sakta dhe sa janë të vërteta. E fatkeqësisht ka prej atyre njerëzve që edhe janë musliman, që nuk dyshojnë do thotë në qëllimet e mira të tyre, mirë po si rezultat i mosnjohjes si duhet do thotë të këtij njeriu, këtij dietari i cili ka qenë një dietar sikurse dietar të tjerë të ndryshëm, po gjithashtu edhe mosnjohjes se mësimeve të tija fillojnë do thotë të thurrin akuza të ndryshme, disa nga të cilat edhe i ceka pak më herët, e që fatkeqësisht do thotë janë do thotë akuzë që nuk janë të qëndrueshme, për arsye se si thash pak më herët është shumë lehtë do thotë të vërtetohen këto dhe shumë lehtë do thotë kuptohet se vallë kush ka qenë ky njeri dhe në çka ka thirr. Prandaj them do thotë si rezultat i këtyre dy çarqeve, këtyre njerëzve që nuk ja dojnë të mirën islamit apo që nuk janë musliman fare, që thurrin këto akuza dhe këtyre njerëzve që janë musliman, edhe po e theksoj edhe një herë ndoshta qëllimi i tyre është i mirë, do thotë nuk është i keq, megjithatë nga panjohuria që kanë në lidhje me thirrjen e këtij dietari, thurrin këto akuza dhe neve si musliman kemi mundësi edhe nëpër internet, edhe nëpër libra të ndryshme, madje edhe nga disa njerëz e fatkeqësisht edhe ndoshta edhe disa hoxhallar si rezultat i mosnjohjes si duhet do thotë të këtyre aktualiteteve edhe rrethanave në të kaluara të cilën kanë ndodhur, do thotë fillojnë do thotë të akuzojnë, të fyjnë, të shajnë, do thotë në këtë formë se këta janë kështu, këta janë ashtu e kështu me radhë. Megjithatë, do thotë pa u zgjeruar më shumë, themi se e sakta do të vazhdoj, e vërteta herë do kur do del në shesh, kush ka qenë do thotë akuzuesi dhe kush ka qenë i akuzuari dhe sa kanë qenë do thotë të sakta këto akuza, të gjitha këto me lejen e Zotit do të dalin në shesh, edhe nëse nuk ndodh kjo në këtë botë, atëherë padyshim secili njeri posaçërisht prej atyre muslimanëve që marrin guximin, do thotë me i shajt, me ofendu, me i akuzu këta njerëz do thotë me akuza të tilla, padyshim do të japin llogari. Unë edhe një herë them se ky njeri do thotë Muhammed Abdul Wahhabi ka qenë një prej dietarëve të kohës së tij. Nuk them se ka qenë i pagabueshëm, për arsye se asnjë dietar nuk janë kaluar apo nuk i ka tejkaluar gabimet, ka pas
dietar edhe prej dietarëve të mëdhenj, sikurse që ka qenë Imam Ebu Hanife, Imam Shafiu, Ahmedi, Imam Maliku e kështu me radhë, këta do thotë që konsiderohen kolos dhe imam ton, megjithatë janë nështruar gabimit dhe kanë pas gabime, edhe ky dietar Muhammed Abdul Wahhabi ka pas gabime, nuk ka qenë do thotë absolut, prandaj edhe tek ne musliman nuk kemi njerëz të shenjtë, njerëz të pagabueshëm. Çdo njeri do thotë tek ne është gabimtar, por i vlerësojmë njerëzit jo vetëm nga aspekti i gabimeve, po për ato gabime mundohemi do thot për ato rrethana ti arsyetojmë ata dhe bëjmë lutje që Allahu më i fal ata për ato gabime, edhe ndoshta edhe gjinohet të cilat i kanë bërë, por për ato vende ku ja kanë qelluar dhe kanë qenë të saktë dhe kanë qenë të drejtë dhe në përputhje me mësimet islame, me Kur'anin famlar dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ne i pranojmë dhe i pasojmë ata jo pse këtë e thot filani apo tjetri, mirë po pse mendimet e tyre janë të mbështetura në mësimet e sakta në Kur'an dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është shkurt në lidhje me vehabizmin dhe ajo çfarë shpërndahet, ka shumë çfarë thuhet, por nuk dëshiroj të thotë ti lodhë shikuesit me këto akuza, por unë vetëm deshta për ata njerëz, për ata muslimanë që dojnë të jenë sinqert edhe kanë logjikën e shëndosh, nuk dëshirojnë do thotë të jenë edhe nuk do duhet të jenë do thotë njerëz të cilën marrin informacione nga çdo kush i cili thurr akuza sipas interesave dhe qëllimeve të caktuara të tij, themi do thotë ju largohen këtyre dhe ti kthehen do thotë esencën, dëshirojnë ta njohin se kush është Muhammed Abdul Wahhabi, edhe në gjuhën shqipe madje kemi do thotë libra të përkthyera nga ky dietar dhe mund ta lexojmë dhe të shohim se kush është ky dhe çfarë ka thënë. Zoti i di më së miri. Po, Allah